Në Këshillin Bashkiak të Korçës janë miratuar 6 familje të cilat do të strehohen në banesa sociale me qira. Ato janë shpallur përfituese pas aplikimit dhe sistemit të pikëzimit që përdoret në këtë program strehimi. Fondi banesave sociale me qira pronë e Bashkisë Korçë është një fond qarkullues, do të thotë që për shkak të ndryshimeve të bëra gjatë viteve, familjet mund të riaplikojnë. Më poshtë juve keni 6 apartamente dhe zonën kadastrale 8561. Nga 4 aplikimet për zgjerim do të mund të trajtohen ose kanë mundësi këtë radhë vetëm 3 prej tyre, ndërsa nga 4 familjet e tjera nga aplikimi I ri do të mund të trajtohen vetëm 3 familje. Një tjetër pikë e rendit të ditës ka qenë raporti konsoliduar I Bashkisë Korçë për vitin 2025, para miratimit të së cilës ekzekutivi ka dhënë një raport të hollësishëm mbi realizimin e tij. Buxheti I vitit 2025 të dhënat janë në mijëra lek, ka qenë 2.694.722.000 lek dhe realizimi është në vlerën 2.011.038.000 lek, pra realizimi është në masën 75%. Burimet kryesore të financimit për realizimin e buxhetit të vitit 2025 janë transferta e pakushtëzuar, pra granti, I cili pesha specifike ndaj totalit të realizimit të buxhetit është 30.7%, transferta e pakushtëzuar për rritjen e pagave 4.7%, transfertat e pakushtëzuara sektoriale 21.5%, të ardhurat nga taksa dhe tarifat vendore 36.8% dhe të ardhurat e trashëguara 5.8%. Njëkohësisht, pjesë përbërëse të buxhetit janë edhe sponsorizime të ndryshme të kryera gjatë të vitit, financimet nga Këshilli I Qarkut, financimi nga TAP, si dhe grandet. Buxheti I Bashkisë, dërsa të ardhurat janë realizuar për vitin 2025 në masën 72% të totalit të buxhetit. Pas diskutimeve, këshilltarët kanë miratuar këtë pikë të rendit të ditës.